Si mendoni, cilët janë ata emra të fuqishëm kryesisht në radhët e mazhorancës së kryeministit Edi Rama që SPAK do duhet të piketoj për t'i dërguar para drejtësisë? Po gjysma e qeverisë ka vajtur brenda atij. Tani pritet Belinda Balluku, ku diun ka tjetër atje se këta ai ndron për ditë. Pra qeveria e tij duhet shkojnë brenda në burg sepse po vjedhin për ditë. Dhe vazhdojnë dhe sot të vjedhin. Vjedhin dhe mashtrojnë dhe gënjejnë. Na nxorën dhe teorinë tani do vi ai dhëndër Trumpi thonë që ble Sazani. Me fjalë të tjera, me që Trumpi, presidenti amerikan, ka dhe një qenë dhe një maq, duhet të respektojmë ata se janë të Trumpit. Jo do të riktahen mashtrues. Nuk ka gënjeshtarë si këta. Dhëndër Trumpit as ka ardhur, as do vi më në Shqipëri asnjëherë. Dhe ta harroj Sazanin, dhëndër Trumpit edhe kushdo tjetër. S'kan punë që këta të përgojojnë presidentin e Amerikës duke përdorur dhëndërin e tij. Po me këtë gjë këta i shtojnë zullumet vetes, rëndojnë dosjen e shpifjeve dhe të akuzave dhe të propagandës që bëjnë në dëm të interesave qoftë amerikane qoftë shqiptare. A mund ta blej influencën politike Edi Rama përmes dhënjes së Sazanit dhe Zvërnecit pikërisht dhëndrit të Donald Trump? Kujtjeja, kujtë dhëndër të Donald Trump, që ta i dhëndëm? Po pse s'vjen Shqipëria këta thanë që do vi? Jo, kishte vetëm një komunikim online. Ishte vetëm një mashtrim, një gënjeshtër e radhës e propagandës social komuniste të Edi Ramës edhe të Sali Berisës. Kanë kohë që po e ushqejnë popullin me mashtrime, me gënjeshtra. Do i këtë Norgrata, shtequr Norgrata, ka ardhur Civitaja, ka ardhur Dreqi Mexhbirin. Jo, zotëri, jo. Edhe tani reklamojnë atë deklaratën e atij Evropës, ati Gonzalos, që ta jam martuar me një burrë apo jam i ndersur. Të tillë fëlliqësira na sjell Europa neve për të drejtuar e për të marrë Shqipërinë për ta futur në Evropë. Jo zotëri, ne në Evropë jemi. Dhe nuk kemi nevojë për këta perversa që vinë aty dhe na tregojnë dhe perversitetin për moral. Nga ana tjetër ka raportime në media se sa i përket operacionit të SPAK-ut, flet arrestet janë prerë që në muajin shkurt, por SPAK i ka ekzekutuar ato pas zgjedhjeve, sepse sipas pretendimeve të opozitës, Edi Rama i ka përdorur elementët kriminal që ka arrestuar SPAK-u për të vjedhur zgjedhjet. Ju sa e besoni gjë të tillë dhe sa mund të qëndrojë një gjë e tillë nga pretendimet e opozitës dhe si mund të jetë përdorur SPAK-u në këtë rast për të manipuluar zgjedhjet? Njerë SPAK-u deri tani se kanë përdorur dot për të manipuluar zgjedhjet, që të jemi të qartë. E dyta, opozita tani për të justifikuar mbajtjen e kufomës politike që quhet Sali Berisha në krye, do të thotë lloj gjëra që do shpik lloj historira që prallash. Qofse opozita nuk largon Sali Berishën nga kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha do jetë gjithnjë në fund karrocerisë, se llogarit njëri për të gjallë fare. Zoti Islami, nisu nga optika juaj si avokat, si e cilësoni sistemin e drejtësisë, kryesisht sistemin gjyqësor në rrethe, i cili ka shfaqur anomalitë shumëta, duhet thënë, dhe ka pasur ankesa të shumëta nga qytetarët? Është i sigurt për vdekje, lëmngon sistemi i drejtësisë, zotëri. Nuk ka drejtësi. Vjen, urdhë, sot po e kam këtu, urdhëro. Jo më larg se sot, më vjen një vendim i marrë në mungesë nga gjykata e Tiranës për një ngjarje që ka ndodhur para 25 vjetësh. Dhe dalin tani dhe i thonë, shiko se ti atëherë ke bërë këtë krim, ke vrarë një njeri e do paguash 200 milion lek dëm shpërblim. Në një kohë që s'ka as të vdekur, as plagosur rënd, as paraplegjik, as tetraplegjik, as një gjë. Kjo është drejtësia. Kështu i bëjnë gjyqet. Prandaj unë gjithnjë i denoncoj veprimet e drejtësisë. Edhe kryesisht avokatëve mirë thash, mirë, nuk jam jashtë, brenda jam dhe me avokatë, po kryesisht të prokurorëve. Ata i bëjnë të tëra pislëqet në drejtësi. Në 4 vitet e ardhshme, a shikoni një betejë të madhe dhe të fortë mes mazhorancës dhe sistemit të ri të drejtësisë, kryesisht të SPAK-ut, në përpjekje
të mazhorancës për ta kapur dhe kontrolluar atë, duke qenë se Edi Rama tashmë ka 83 mandate? Nuk do jetë më kjo mazhorancë, nuk do ketë asnjë gjë në dorë. Nuk do njihet. Nuk do jetë mazhorancë. Nuk do kenë pushtet. Do largohen nga pushteti dhe do vjen aty ku kanë vendin, aty për ku kanë punuar. Mos kenë frikfare shqiptarët. Kjo mazhorancë, edhe kjo opozit, do vjen në bankon e të akuzuarve se kanë vjedhur pa fund. As këta nuk e di sa kanë vjedhur, sa kanë. Madje nuk e dinte deputeti tani në zgjedhje, nuk e dinte që në listën e deputetëve dhe që kishte dalë deputet. E këto ç'po bëjnë këta nuk kanë anë udhë për të vjedhur. Vetëm të majtë pushtetin. Po nga ana e SPAK-ut, si e shikoni operacionet që mund të zhvillojë përgjatë 4 viteve të ardhshme kundrejt elementëve të korruptuar të klasës politike që mund të jenë, po themi, figura të dyshuara për korrupsion? Shpresoj të zbatojnë ligjin, për cilin do qytetar shqiptar me ose pa pozit, pa pushtet, shpresoj që të zbatojnë ligjin. Këtë e shpresoj. Do ta bëjnë apo do ta bëjnë, e din ata, unë nuk jam në SPAK. As i komandoj dot. Di që duhet të zbatojnë ligjin, as më shumë, as më pak se sa ngërmat e ligjit. Përveç rastit të qeverisë teknike që përmendët pak më parë, a mendoni se Edi Rama mund të goditet nga sistemi i ri i drejtësisë, qoftë edhe duke qenë në pozitën e kryeministrit? Nuk e di. Këtë nuk e di. Këtë e din ata. E din ata që janë ligjzbatues. Dhe ligjzbatuesi në këtë rast është SPAK-u. Do zbatoj ligjin apo do rriti florë siç flotën deri tani? Nuk e di. Zoti Islami, dhe i pyetje fundit, a mund na përmendit disa nga dosjet më të nxehta që prej viteve 90 deri më sot të klasës politike shqiptare, duke qenë se ende, po themi, në nivelin politik vijojnë të qarkullojnë figura si Sali Berisha, por qoftë edhe Edi Rama? Ke dosjen e piramidave. 1. Ke dosjen e 96-ës, u bën 2. Të 97-ës, mirë them. Ke dosjen e Gërdecit, u bën 3. Ke dosjen e 21 janarit, u bën 4. Ke dosjen e pasurisë kombëtare shqiptare që nuk dihet ku ka vajtur, janë 500 uzina dhe fabrika të zhdukura në Shqipëria. Kush i mori, kush i hoqi dhe kush kuan, dhe kush i mori parat. A mendoni se SPAK duhet të bëjë një hetim të hollësishëm në raport me këto dosje në mënyrë që të vendos drejtësi për këto 30 e ca vite të sistemit demokratik ku është abuzuar me paratë e shqiptarëve? E ka detyrë dhe për atë paguhet, nuk e di do ta bëj apo s'do ta bëj. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Natën e mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.